Pse sot vlerësohen ma shumë limonadat edhe bën pare ma shumë prej këngëve tilla? Mendoj që po ju vjen koha dhe aty në me ra. Do me thonë, është si që to vjetë e fundit, që shokon me limonada, për neve artista që i qujna limonada të këngët e verës, jënë ma të letat me u bo. Nuk është që hekim shumë na për me bo një qasi këngë. Se edhe publiku kërë ngën, besën e vrenë që nas nuk kena shkri me me shkru qa tekst. E kur ka një tekst shumë unik, si për shembull sot që ngojna tekstet e Unikatilit, edhe thojna që shka mujtë me shku në mend që kësën 2003-ën. Saj që aty o fokusu edhe. Shpesh që ki përmen Unikatilin, a ki marrë ndo njerë reagim prej ti? Jo, reagim prej ti s'ko marrë. Vllau ti që ka vdek, më ka folë, më ka përshëndet, kom përshëndet shumë shpesh, jena pa në për Prishtinë, me Unikatilin jo njerë. Letra qanë kur lapsi shkrun. Po. Shtë ki thonë te. A ndimon me u shëru, apo ta kryon një dhimbje ma të madhe? Jo, ma hek dhimbë të në gjithë mund. Do me thonë edhe kur kom pas naj halë jo veç kështu, prej temave që i shkrujnë për kongë, gjithë mund i kom shkru se endet. Edhe kur i kom shkru e kom hek gjysmën e problemit. Sa ndimon besimi islam me gjetë qetësinë shpirtërore? Shumë, pa fund. Ndoshta mos të shkon ajo dëshira për me besu qatë shumë, se krejt besojnë, apo dikush e ka dëshirën ma të madhe, dikush ma të vogël, e më ka ndimu shumë, sidomos vjetë e fundit, më ka ndimu ekstremisht shumë. Pse vjetë e fundit? Vjetë e fundit janë rritë përgjithësit, edhe janë rritë obligime ndaj punës, se kur rritën këto, rritën edhe problemet. Edhe kur rritën problemet, ashtë gjithmonë s'mun është mi të kalu vetë. Ballë mundohemi na, ballë mendojmë që jena të rije, jena të forte, po prapë do të me besu që ka dikush përmi neve që i ka shkru, na veç jemi të ecë. Jetat ka dhru gjonat bukra, por konkretisht, që ka ki pas në do një periud që ndoshta i ndjerë ma i lëndum ose ma i prekur? Momenti kur ka nik familja në Gjermani, që ajo ma ka jep kthesën ma të madhe në jetë. Me thonë kthesën e, që që thojnë, me marë në dorë përgjithësit e shpis, më bo burri shpis, marë në dorë gjithë shka që ka pas nevoj motra ose vlau në atë kohë, se babi edhe mami shku në Gjermani. Qëfar moshë ki qenë te? 19, 20, 19, 20, ashtu diqka. Edhe normalisht shkun për shkak kushteve, për një jetë ma të mirë, edhe që ajo kon kthesa ma e madhe jetës,